أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, Allahun e madhërisëm e falenderojmë ashtu siç meriton madhëria e tij të falenderohet. Allahun e madhërisëm e falenderojmë për të gjitha dhuntitë dhe begatitë që madhëria e tij vazhdimisht me to na gëzon dhe na begaton. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyjni që meriton adhurim veç Allahut Dhul Xhelal, i cili është një parivar dhe pa ortak. Dëshmi me të cilën jetojmë, dëshmi për të cilën jetojmë, dëshmi me të cilën e lutim Allahun ta përfundojmë jetën tonë, dëshmi e cila e lutim Allahun e madhëshëm të jetë shkak i qeljes së xhennetit dhe fitimit të mëshirës dhe shpëtimin nga Allahu subhanahu wa taala. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu i madhërisëm e vulosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjen e tij të pastër të ndershme, mi shokët e tij fisnik dhe të sinqert, dhe mi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij, përfshi edhe ne deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, jemi në këtë udhtim të gjatë në këto sekuenca historike nga rrëfimet kuranore për pejgambert të Allahut Dhul Xhelal. Ajo që na e kemi quajtur rrëfimet më të vërteta për njerëzit më të mirë. Rrëfime të cilat nuk lexohen për dëfrim e argëtim. Rrëfime të cilat nuk lexohen për kalimin e kohës, e as për thirrjen e gjumit. Rrëfime të cilat lexohen, studiohen, analizohen për të ndërtu paralele mes asaj që ka ndodhur në atë kohë dhe asaj që ndodh sot, për të marrë mësimet e duhura që na ndihmojnë në ndërtimin e qendrimeve, ashtu sikurse pejgamberët e Allahut në atë kohë ndërtuan qendrimet e tyre kashi popujve idhujtar jo besimtar. Në mësojnë ato mësime edhe neve si të ndërtojmë qëndrimet tona mbi popujt idhujtar dhe jo besimtar që jetojnë sot në këtë kohë. Jemi duke folur për Salihun a.s. dhe ballafaqimin e tij me popullin Themud, një popull i lashtë arab, i cili ka jetuar nga dishull arabik, dhe në cilin popull ka dominu idhujtaria. E aty ku dominon idhujtaria, mosbesimi, aty mbretëron edhe prapshtia, edhe ligësia dhe krejt anë negative që mund t'i presësh nga një popull i ke aty. Edhe andaj ku ka tauhid, ku ka monoteizëm, është nana e të gjitha të mirave. E të mirat tjera vinë me vonë, ose në vazhdimsi, ose janë produkt i këtij tauhidit. E aty ku mungon tauhidi, çfarë do vlera le të ketë në atë popull, idhujtaria, shirku i dëmton dhe i prish ato. Në mësimin e fundit përmendëm se në mesin e ballafaqimit që kishte Salihu a.s. me popullin e tij ishin ofertat. Ofertat e Salihut që ja ofronte popullit vet
dhe ofertat e popullit vetë që afron të Salihut. Edhe ky shkëmbim i ofertave, ashtu si ka qenë i pranishëm në atë kohë është edhe sot. Ne, besimtarët monoteist musliman, i ofrojmë botës monoteizmin, ofertën tonë, besimin në Allahun një. Dhe ata tjerët e ofrojnë ofertën e tyre, ofertën e kufrit, shirkut, edhe ballafaqimi mes neve dhe atyre është në këtë temë. Ashtu si që ka qenë edhe në kohën e Salihut, ashtu si që ka qenë në kohën e Nuhit, ashtu si që ka qenë në kohën e Ibrahimit, edhe në kohën e Musës, edhe në kohën e Isës, edhe në kohën e Muhammedit sallavatullahi wa salamuhu alaihi majma'in, ladët dhe bekimet e Allahu qofshin me gjithë pejgamberët e Allahu subhanahu wa taala, edhe sot është e njëjta. Çka ndodh në momentin kur ofertuesit e të kotës dështojnë në argumentimin e ofertës së vet? Ata janë dështuar që në start. E kota nuk ka argument logjik që e mbron, që e mban. E kota nuk mbrohet dhe nuk mbahet me argument logjik, sepse është e kotë. Edhe tu e ditë idhtarët e kotës se nuk kanë mundësi me argumente logjike me e bind kundërshtarin e vet, ata ofrojnë oferta tjera. Oferta mashtruese, oferta joshese, oferta provokuese. Edhe atëherë edhe sot e njëjta ndodh. Kejt na ofertohemi prej tjerëve që ta lëmë besimin monoteist, që ta lëmë parimin bazik të kësaj feje, strumbullarin, bërthamën e kësaj feje. Ofertë të ofron jetë këndshme, jetë materiale të mirë, shëtitje, kënaqësi, ofertat se bote. Nëse ti e ushqen epshin tanë dhe i lakmon mirësitë e kësaj bote, fillon me anu ka ato oferta. Fillon me mashtru veten se mundesh edhe ato oferta mi pranu edhe parimin tanë me mbrojt. Edhe dal nga dal fillon me anu ka ata. Në qëndrime, në botkuptime, në fetfa, fillon me lëshu pe, fillon me i thy parimet, arsjetohesh një herë se ishte gabim, arsjetohesh për zytje se ishte rshitje, arsjetohesh për stetje se nuk e kuptove mirë pyetjen, derisa fillon me marrë guximin, pastaj me thonë jo, edhe ky mendim qëndron tek dietarët musliman. Edhe ky qëndrim ka arsye fetare, edhe ky qëndrim është relevant. Nuk është vetëm një qëndrim, vetëm një mendim. Ka ka më shumë se një mendim. Kështu fillojnë njerëzit që kanë anu ka e kota me arsyetu ndryshimin e vet. Tu e ditë se kjo ndodh me gjithë besimtarët. Allahu dhu xhelal i thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, laqad kitta tarkanu ilehim shay'an qalila. Te për pak fillove me anu këta. E dikujt i thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Megjithëse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e kishte qartë edhe tauhidin, edhe menhexhin, edhe qëllimin, objektivin, edhe rrugën, i kishte shumë qarta. S'kishte paqartësi tek ai. Po ishte muhabeti i strategjisë ose i taktikës. Mirë po jo ndryshimit parimeve dhe qëndrimeve. Megjithatë Allahu dhu xhallahu tha, laqad kitta tarkanu ilehim shay'an qalilan. Te për pak fillove manun atona. Pastaj çka i tha? Nëse ti anon atona la dhaqnaka dhi'fa al-hayati dhi'fa, do të mundsonim të shijosh dy fishin e dënimit këtë botë dhe dy fishin e dënimit në ahiret. Se ti je model, ti je shembull, ti je mostër.
ty nuk takon me lëshu penë, ose me shtrëmbru rrugë. Edhe andaj, që nga ajo kohë, e deri sot vazhdon kjo situatë. Ti e ofron tauhidin, ata ofrojnë shirkun. Ti reziston, ata ofrojnë joshje, ofertë mashtruese, provokim. Nuk e pranon, ata pastaj përdorin metodën e dytë, kërcënimin, shkopin, friksimin. Nëse ti fillon mu frigu për tymve, atëherë njëjtë fillon me shtrëmbru qëndrime, me edopsue qëndrimin, rezistimin, kundërshtimin, edopson. Dal nga dal, derisa fillon edhe në nështrohesh të rësisht. Ne si xhallar, mbrenda këtyre 40 viteve, që nga dita kër na fillu me lezu për fe, në medrese kër nga kemi nis vitin e dytë, 1988, e deri tash, i kemi përcjell zhvillimet e botës akademike të muslimanët. Dhe i shohim tani nga kjo distancë 40 veçare parafërsisht, i shohim se si kanë evolu gjanat. Edhe si dikush ka qenë shumë i fuqishëm, edhe me kalimin e kohës të uzbut të ra. Dikush ka qenë shumë i matur, të e shtu dozën, e rrit dozën e kalon në ekstremizëm. Dikush shkon djathtë, e dikush shkon të majtë, dikush i panjohur del në skenë, dikush i njohur humbet për skenës. Dikush vazhdon stoikisht si e ka fillu deri në fund. E ata janë më radhë, ata janë më të pakt, ata janë kolosët e umetit islam në shekullin e 15. Imam të mëdhej që ata nuk e kanë ndryshu diskursin as nga joshet dhe ofertat joshese, e as nga kërcënimet dhe friksimet. Por si e kanë nis, e kanë vazhdu deri sa e kanë përfundu. Dhe kanë shku të Allahu Dhu Gjelal, duke dëshmu i gjithë umeti për imamllëkun e tyre. Mirë po ndërkohë, shumë kanë ra, djathtas edhe majtas. Shumë kanë deviju, shumë kanë lefit. Pse kjo? Për shkak të këtij ballafaqimit. Edhe ajo që ka qenë këshilla e ulemave, mos e lip ballafaqimin me fitnen. Çka është fitneja? Mos kërko dy luftim me më të fortin se ti. Jo në aspektin akademik, por në aspektin e fuqisë, pushtetit, famës, medias e kështu me radhë. Mos e lip fitnen. Sepse nëse e lip fitnen, e s'ki kapacitet imanor, pastaj s'ki kapacitet akademik, mund është me ranë atë fitne. Kjo që mos e lip ballafaqimin me fitnen, ama nëse të vjen fitneja, rival, si burrat. E njëjta, siç ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për luftën, la tatamannu liqa al-aduf. Mos e dëshironi takimin me armikun. Mos e lip luftën. Nuk është e lehtë. Lufta nuk është gjë e mirë. Është e vështirë, është e rëndë. Është sfidë që kurkush nuk ka garancë se e kalon me sukses. Mos e lip. Kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tatamannu liqa al-aduf. Walakin idha laqitum fathbutu. Ama kur të imponohet lufta, kur të vjen mbi kokë lufta, kur të vjen ballafaqimi, atëherë qëndro. Riball, mos e kthej shpinën. E kështu ulemat e mëdhej, kolosët e islamit, imamët e umetit islam këtë shekull,
shekullin 15, nuk e lipshin ballafaqimin, nuk e lipshin fitnën, ama çdo herë që ballafaqoheshin i rinin ballë. Dhe filluan e vazhduan dhe përfunduan me sukses imamllëkun e tyre. Qoftë Sheikh Ibn Bazi rahimahullahu taala, qoftë Sheikh Albani rahimahullahu taala, qoftë Sheikh Ibn Thaymini rahimahullahu taala, qoftë Sheikh Ibn Gjibrini rahimahullahu taala, e shumë ulema të tjerë, domthonë anën mban botës islame, Sheikh Abdul Kadri, Sheikh Shuaibi, Sheikh Ahmed Shakir në Egjipt, Sheikh Abu Ishaqi tash më vonë, e shumë hoxhallar domthonë që e nisën e vazhduan edhe përfunduan domthonë me imamllëk këtë jetë. Ama ndërkohë kemi edhe shumë raste të njerëzve që e filluan me nam, e filluan me, do thot, me vrull, por lajthitën ndërkohë. Pse? Sepse ose oferta joshës ishte shumë provokuese, provokative, edhe nuk mund me rezistu, ose turistnia, presioni ishte i madh, nuk patën mundësi me rezistu. Edhe ranë. Edhe andaj na sot ndëgjojmë fetva për më të çuditshmeve. Për njerëzve që është shpresu që përgjigjet tyre me shëru plagën e ignorancës, me largue smundjen e mosdijes. Mirë po mua ata japin fetva edhe shkojnë edhe e përzin edhe më tepër, vese me shëru plagën edhe me largue ignorancën, ata e shtojnë dhe e komplikojnë ata. E këtë rast, Salihu a.s. kishte peshoren me vete, me cilën peshore e peshon të kotën e ofertës së popullit Themud, edhe ja bënte të qartë edhe vetes edhe atyre kocin e kësaj, dhe e refuzonte me krenari, dhe kundërshtonte atë me mendje madhësi. Pse? Sepse e vërteta është ajo që ngritet lart, e kurse e kota është ajo që mposhtet. Andaj pak më parë kur thash se e kota nuk ka argument logjik që e mbron atë, e dëshmon këtë fakt ajeti kuranor ku Allahu Xhelal përmend këtë ajet të cilin e lexonte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur u fut në Mekë me shërimin e Mekës dhe i rëzonte idhujt dhe statujat që e kishin mush qabën me to. Me shkopin e tij që e kishte, me bastunin e tij që e kishte, i kapte idhujt e i rëzonte dhe këndonte ajetin kuranor kul ja al haqqu wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqa. Thuaj, erdhi e vërteta dhe u zhduke kota. Se kota gjithmonë është e zhdukshme. Pse është e zhdukshme? Për shkak se s'ka argument që e mbron dhe ndihmon. Mirë po siç kanë thonë trimat e islamit, mendimtarët musliman, e kota megjithëse nuk ka argument që e mbron, argument logjik, shpesh herë ka ushtri që e mbron. Edhe ka sistem i cili e mbron. E kota e mbrojtur nga një sistem edhe nga një ushtri e fiton të vërtetën e shpartallume, të cilës nuk i del në krah as një sistem e as një ushtri. Edhe andaj pej mangësive më të mëdha që i ka ummeti islam sot është më kjo. Mungesa e organizimit. Mungesa e renditjes së detyrave dhe obligimeve. Mungesa e ndarjes së detyrave dhe obligimeve dhe zhvillimit të ummetit islam fazë pas faze. Në këtë kaos, anarki, të cilin jeton ummeti islam, megjithëse e posedon të vërtetën absolute e fenë islame, nuk janë të aftë e të fuqishëm me sfidu kufrin, me sistemin e vetë që ka dhe ushtrit e shumta që e mbrojnë ata. Edhe andaj,
prej porosive që duhet me I marrë të gjithë na, hoxhallarët fillimisht, pastaj edhe davegjit, është që duhet me ja imponu vetvetes bashkëpunimin me njëri tjetrin. Ndarjen e detyrave me njëri tjetrin. Plotësimin e njëri tjetrit. Jo rivalitetin njëri me tjetrin. Jo konkurrencën jo lojale njëri me tjetrit. Jo goditjen me bryla, edhe goditjen nën brez njëri me tjetrit. Fenomene që fatkeqësisht ndodhin në mejdanin e davetit mes muslimanëve, mes aktivistëve të islamit. Megjithse ti mundesh me pas vërejtjen në qasjen, mendimin që e ka ai, apo formën që e ka zgjedh ai, por mënyra e replikimit, mënyra e kundërshtimit, mënyra e elaborimit, duhet me qenë aq e butë, aq e amël, aq e qartë, sa që mos me e bol plak, por me e bol do thot ndërhyrje për shëndet më të madh, ose ndërhyrje për korrigjim të gabimit. Fatkeqësisht na kur e shohim dikën për hoxhallarëve që e bën ndonjë gabim, me nxisi presim ta publikojmë gabimin e tij. Pa ja thonë ati hoxhës në sy, na ketë dynjan e mushim se filoni çfarë lapsuzi ka bo, çfarë gabimi ka bo. Edhe normalisht kur I vjen lajmi atij hoxhës se ti me gëzim të madh, me disi ki prit t'ja publikosh gabimin e tij, ai preket, I dhnohet, edhe fillon me mendu keq për ty. E kështu me atë tjetrin, e kështu me atë tjetrin, e kështu me atë tjetrin, edhe kur e shohim na, se cili është I prekt me tjetrin, se cili është I dhnuar me tjetrin. Edhe kur folim edhe për punë të mëdha, se merremi vesh. Edhe kur jemi para sfidave që janë më të mëdha se unë edhe se ti, përsëri nuk e shohim të arsyeshme na me ul bashk, mu ballavaçu me atë sfidë. E kësi situate domethënë ti nuk je në nivel të përgjegjësisë, edhe nuk je në nivel të sfidës, edhe nuk mundesh me kalu atë sfidë, edhe me fitu karshi asaj sfide. Për këtë shkak, ajo fjala atij mendimtarit musliman ishte kështu: kufri I organizuar e fiton islamin e pa organizuar. Edhe ky rregull është I saktë, dhe është I vërtetë. Dhe se islami neve na mëson vazhdimisht në organizim, dhe insiston të organizohemi. Këtu e kemi talën futbol, e din shumë mirë, praktikisht, po edhe na që si jemi futbolera, po e shohim, futbolli s'luhet vetë. Edhe njëra për arsyeve që të shqiptarët shumë zor është domethënë me arrit sukses të madh futboll, se shqiptarët këtë kanë qenë vetë me lujt. Andaj mundet më bëj I pari në karate, mundet më bëj I pari në boks, në sportet individuale, ama në sportet kolektive ka shumë vështirë me domethënë më bëj I madh ose I suksesshëm shumë. Pse? Sa të lip punë ekipore. Ati çdo lojtar e ka rëndësinë e vet. S'është veç 9 ose 7 që I rëndësishëm. Çdo lojtar, pite portieri, edhe mbrojtja, edhe mesfushori, edhe krahu I gjatë, edhe krahu I majt, edhe sulmi, këtë kanë rëndësi. Edhe vetëm kur të luhet si ekip, loja edhe bëhet shumë e bukur, edhe shumë e mirë, shumë e suksesshme. Ti mundesh me pas një yll brenda ekipit që luan shumë mirë, ama nëse luan vet, nuk mundet me tregu sukses të madh. Edhe andaj Islami neve na mëson nëpërmes namazit me xhamat, nëpërmes xumas me xhamat, nëpërmes agjërimit me xhamat, nëpërmes haxhit me xhamat, mundohet me na mësu që na edhe me mendu, edhe me punu me ekip. Duke filluar nivelet e ndryshme. Fillon nga ekipa e mahallës, 5 vakte namazit I falë në xhami. Pastaj kalon në ekipën e qytetit, xhumon e falë në xhami të madhe. Pastaj kalon në ekipën e qytetit këtej, në bajramin e falë musalla.
pastaj kalon në ekipën e umetit, shkon në hax, këtë umetit islam, më të mirë të umetit islam. Shkon të rrit nivelin e organizimit, nga i lokal tek ai global. Ama na këti bëjmë edhe namazin me xhamat, edhe xhumon, edhe bajramin, edhe haxhin, ama porosin mesazhin se marrim. Bidim na edhe në xhami kur shkojmë grindemi. Edhe xhumo kur falemi grindemi. Edhe për bajram kur mbledhemi grindemi. Edhe agjërimi kur e fillojmë grindemi. Edhe në haxh kur shkojmë grindemi. Domethënë vese me marr mesazhin e bashkërenditjes së angazhimeve, edhe detyra dhe obligimeve, në edhe atje shkojmë përplasemi. Edhe atje shkojmë e përjashtojmë njëri tjetrin, e shtyjmë. Sikur se s'ka vend veç për mua, ose veç për ty. E shtyjëm ti mua, e shtyjëm ty. Megjithëse ai vend ka vend për gjithë. E kjo është një mesazh që na duhet me e përthith, jo duhet me ndëgju, edhe me kalu prej veshit në vesh, po duhet me e marr edhe me e përthith, me e bo kultur, zemërgjërsin, tolerancën, mirëkuptimin, arsyetimin, shfaqësimin. Po, edhe pastaj normalisht bashkërenditjen e aktiviteteve dhe organizimeve. E kështu ta lam trashëgimi të brezat që vinë pas, këtë kulturë gjanë të bashkëpunimit, që kur vinë brezat mas, ta kenë malet mi bashkërendit aktivitetet e veta dhe mos më u përsërit edhe mos me e tentu me preashtu njëri tjetrin. Andaj, Salihu a.s. e kundëshet kotën dhe të regoj burrin e ti dhe besnikrin e ti dhe paluhashmërin e ti. Ti pare që duhet mi pas gjdo musliman në gjdo kohë e sidomos të kohëra. Kur sulmet janë të vrajshda, janë të egra kundër islamit dhe parimet të fesë islame. Do të konë stoik, të vendos, paluhatshëm, burnor, besnik dhe parimeve. Edhe për ne ma e shtrenjt me konë feja dhe parimet e fesë, se krejt bota dhe që kanë te. Që mos milon hapësir nefsit ton, egos ton, asë njere me kalkulu, me fillu me matë, ata shty për ma vonë sqarimin e parimit, apo përfitoj për momentit diçka ekonomike, diçka materiale. Dhe Salihu a.s. bindjen që kishte, paluhashmërin që kishte, botkuptimet e ti të vendosura që kishte, fuqin për dallu hakin nga batili që kishte, këtë këto e bën atët që mos ndryshon qëndrim, që të mos luhatet në parimet e veta dhe të vazhdoj me qenë balë tyre. E tani, normalisht, kur ballafaqimi fillon me kalu ka fundi, atëre fillon lufta nxehet, presioni shtohet, dhe fillon paria e popullit Themud me huakmar ndaj Salihut a.s. edhe i thtarëve të vetë besimtarve. Edhe kjo ndodh edhe sot. Kur paria e kufrit e shef se s'mundet me thy liderin, shkon edhe godet një thtar të atij liderit. E zgjedh më të doptin, e zgjedh më të luhatshmin, e zgjedh atë që e ka gjendjen më të vështirë. Atë shkon e then, atë shkon e godet, atë shkon e rëzon. Ose në aspekt lokal. Nëse s'mundet me godit qirin islame në vatrën kryesore të veten, shkon periferi. Atje ku është mataze thirrja, marishtazi që ka hy, ku njerëzit halos janë pjek në udhëzim, ndavet, hala flaka e zjarit të presioneve si ka forcu shumë.
Halo janë shtalp, halo janë të butë. Shkon atje godet. Edhe kështu ndodhi edhe me Salihun a.s. Dhe vazhduan presionin ndaj tyre, e përmend Allahu subhanahu wa taala në surën Al-A'raf, qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmihi, paria e popullit Themud, që normalisht ishin mendje mëdhej, arrogant, janë tipare që na kena fol për to, zakonisht tipare të paris idhujtare, paris të kufrit, kanë arrogancë, kanë mendje madhësi, i përbuzin tjerët, i zhvlerësojnë të tjerët. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmihi lilladhina istud'ifu liman amana minhum. U drejtohen besimtarëve që kishin besu Salihun a.s. si pejgamber të Zotit. Edhe i thanë: "E ta'lamuna anna Salihan mursalun min rabbih." A keni dituri ju se Salihu është pejgamber i Zotit? A keni fakte, a keni argumente? Apo jeni duke ndjek çorazi, verbërisht e ndjeqni atë? A keni argumente? E thanë besimtarët, qalu inna bima ursila bihi mu'minun, ne asaj me të cilën Allahu e ka dërguar Salihun i besojmë, sepse ja besojmë zhvillimin e tij personal, që nga fëmijë e deri këtë moment, besnik, i ndershëm, i moratshëm, njeri me tipare pozitive, s'ka asnjë mangësi, karakterin e tij, në të kalumen e tij. Edhe normalisht që na, kur flet ai këtë çka thot i beson, pse? Se e kalumi e tij është argumenti më i madh dhe më i mirë i joni për të. Andaj i thanë, me një bindje të paluhatshme, pa ku një farë më dyshje, pa ku një farë hezitimi, qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Krejt atë që ja ka dhonë Allahu Salihut a.s. ne i besojmë, krejt. Në çdo shkronjë, çdo pike, çdo presje. Kështu të me qenë besimi i besimtarëve. O e beson fenë Allahu xhelal tërësisht, o në momentin që dyshon më një shkronjë, ose më një fjalë, krejt ai besimi jot i shembet. Sepse besimi nuk pranon copëzim, nuk pranon fragmentarizim, me e copëzu, me bo copa. E me besu një copë, e me s'me besu një copë. O e beson kejt, o s'ki iman. Dhe andaj, këta e të reguan këtë besim të palachëm të tyrin, kur thanë, inna bima ursila bihi mu'minun. Krejt asaj me të cilën Allah e ka dërgu Salihun i besojmë. Hiç, domethënë pa e refuzu asnjë grincë, asnjë pjesë. Qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun. E tash qafirat i kapi inati, i ignorancës së tyre, i arrogancës së tyre, i mendje madhësisë së tyre, dhe thanë ata mendje mëdhët, ajo pari e popullit Themud, na asaj që ju i besoni, na e mohojmë dhe kundërshtojmë. Dhe thot, ballafaqimi është i qartë, vëllazëri, edhe është shumë me rëndësi të gjithë na me kuptu se oferta e tauhidit me ofertën e shirkit dhe kufrit, dhe thot, janë përplasje të vazhdueshme. Edhe kjo përplasje është e qartë për secilin besimtar, po e qartë edhe për secilin jo besimtar. Edhe andaj nuk ka arpushim mes ofertave të tauhidit dhe ofertës së shirkut. Ajo është në një konflikt vazhdueshëm, edhe normalisht ka me dominu, ka me sundu ajo që ka me qenë mas sakrifikuese për ofertën e vetë. Edhe kjo pikë është me rëndësi me unalë me mendu, dhe thot, si e tham pak më herët, kufri organizum me fiton islamin e pa organizum. Tani është edhe pika tjetër. Në konfliktin mes hakit dhe batilit,
mes të vërtetës dhe të kotës, fiton e kota nëse të kotët sakrifikojnë ma shumë për të kotën e vetë se sa i thartë të vërtetës për të vërtetën e vetë. Edhe kjo është rregull, edhe këto na nuk duhet na me prit mrekulli, edhe me prit ndërhyrje hyjnore, po secili prej neve duhet me mat kontributin e vet, edhe në bazë kontributit vet me kuptu sa ka me shku Islami përpara dhe sa ka me ngesë Islami mbrapa. Prej mua dhe prej teje në vadet. Edhe kam thonë që këto derset e të hanës, një fjali që ka thonë njëri për trimave të Islamit bashkohor, për herojve të Islamit, nuk ka mundësi me triumfu Islami përderisa ummeti Islam vetëm atë që tepron tek ai e jep për Islam. Nëse parën që i tepron, që ka anësh domethënë, e jep për Islam, nëse djersën që i tepron e jep për Islam, nëse lotin që i tepron e jep për Islam, nëse gjakun që i tepron e jep për Islam, kësë mund është me kontribu për triumfin e Islamit. Vetë atë që ki tepër, domethënë, që tren magazin e jep për Islamin. Dhe se nuk e japim na krejt atë që kemi për Islam, së mund është me prit triumfin e Islamit. E tani, çka jep kjo matematik? Jep me kuptu se nëse Islami është prioritet i jetës son, atër na krejt që kemi jap në për Islamin. Nëse Islami nuk është prioritet i jetës son, atër na veç çka na tepron jap në për Islamin. Secili prej neve e ka shumë lehtë me gjyku kontributin e tij për Islam. Edhe me marrë vesh se ku është ai në raport me sakrificën e tij për Islam. Secili për veten e vet e din shumë lehtë. Se sa ai jep për ta shërby këtë fe të Zotit, për ta ndihmuar këtë fe të Zotit. Edhe nga kontributet e tija personale, po edhe në krahasim me besimtarët e mirë në kohën e vet, e mos flasim nëse ai e krahason veten me besimtarët e mirë në kohën e parë të Islamit. Për shembull, 1 miliarder sot, për me marrë vesh sa e ndihmon Islamin e ka shumë lehtë. Letë krahasohet me Abu Bekrin radhiyallahu anhu. Edhe merr vesh sa jep ai. Po nëse dikush për neve thot na s'kena shumë parë, themenal edhe për ty është lehtë, krahasohet i veten me atë që gjithë natën ka fal. Sa falësh ti? Po nëse ti s'mundesh me net pa gjumë gjithë natën, krahasoje veten me atë tjetrin që ka luftuar gjithë ditën. Sa ti je i gatshëm me shërby fizikisht Islamin. Në vende që s'ka luftë, për shembull, që ka paqe. Edhe merr vesh ku është kontributi jot në krahasim me kontributin atyre, po unë them për mos me ngarku veten shumë se ndoshta edhe na kap zhgënjimi e dëshprimi, lënë mos u krahasojmë me ato brezat e artë të Islamit se është krahasim shumë i vështirë. Krahasojmë me muslimanët e mirë që i ki në lagjet tonë, në familjet tonë, në vendin tonë. Nëse ki dikan këjshi që çdo sabah e fal në xhami, ana kemi as i vëllezër alhamdulillah, Allahu dha shëndet e ymër. Na kemi vëllezër besimtar që asnjëherë, asnjë ditë si ik sabah në xhami. Me atë shtiu. S'ke nevojë me atë shtiu. Bolle ki mushti me atë. Nëse kemi na, kemi alhamdulillah që çdo ditë japin sadaka. Ma atë shtiu. Që çdo ditë të bësh një vepër të mirë. Nëse kemi na vëllezër që agjërojnë tonëtejnë të ditë të bardha, rregullisht, me atë shtiu. Nëse kemi na vëllezër që çdo ditë lexojnë nga një gjuz Kur'an e ma shumë, me atë shtiu. Me atë shtiu. Nëse kemi na vëllezër që vazhdimisht bëjnë dave me urtësi, me butësi, me fjalë të ëmbla, me atë shtiu. Nëse kemi na njerëz që vazhdimisht bëjnë dua e dhikr, me atë shtiu. Do thot, plot kemi na njerëz alhamdulillah shumë të mirë, që janë model në njëri për këtyre mejdanave që i përmendëm, me ato shtiu. Me ato matë vetën tonë, edhe kuptoje kontributin tanë. Edhe masën e kupton shumë thjesht
sepse umeti islam është këtë gjendje, pse na jena në këtë deregje, sepse unë edhe ti, sa kena kontribu, aq kena marrë. Sa kena kontribu, aq kena fitu. Allah është i drejtë. As kus i bën pa drejtësi. Aq më pak besimtarëve. Edhe andaj, nëse na themi se shumë na të punu për islam, agjendja jonë nuk është e mirë, atëherë ose na jemi të rrejt, ose Allahu na bën pa drejtësi, hasha wa kella. E kjo është e pamundshme. Po sigurisht që është e para. Se na si mi të punu edhe aq, andaj gjendja jonë është e këtillë. Edhe normalisht na jemi dëshmitar se dështimet tona, mangësit tona, dobësit tona janë evidente, janë shumë qarta, edhe i shohim të gjithë na vazhdimisht në çdo ditë të jetës sonë. Pra, nga kjo që u përmend në surën Araf, den shesh se ballavaçimi mes idhtarëve të vërtetës dhe idhtarëve të kotës është e përhershme. Edhe është e pranishme të gjitha kohërat dhe të gjitha vendet. Nëse ka ndodhur para 10.000 viteve në popullin Themud, mes popullit Themud dhe Saliut alayhis salam, është përsërit edhe mas gjatë gjithë historisë edhe sot e njëjta situatë. Mirë pa ajo që unë mendoj se është shumë e rëndësishme me temë e përfundu këtë ligjërat sotit, është duhet me kuptu se idhtarët e të vërtetës duhet të jenë të pajisur me dituri. Kjo shumë është me rëndësi. Edhe mbi fen, po edhe mbi gjërat e domosdoshme të jetës sonë. Pa dituri, edhe në lidhje me fen, edhe në lidhje me shkencën, as vetes nuk mund t'i bësh dobi, as tjetrit. Rinia që nuk mëson, rinia që nuk lexon, rinia që nuk mendon, rinia që nuk analizon, s'ka mundësi me shërby umetin islam. Është shumë me rëndësi me pas të qarta këto gjëra, pastaj ti merr hapin e ndryshimit. E dyta, do të më qenë i bindur në parimet e fesë. Jo të ketë hamendësime. A mundet, as mundet, a është, as është. Jo. Krejt çka është e fesë, është e vërtet, është e saktë, edhe na do të qenë të bindur aty. Se besimi islam, parimet e besimit islam, monoteizmi islam, është i vetmi që të shpëton dunjën e ahiret. Dhe çdo gjë që është kundër nuk garanton shpëtim as dunjë as ahiret. Do të më qenë çështje domthonë prera, qarta, të vendosura dhe mos me leju as pak dilema dyshim të tyre. Pastaj do të jemi të kënaqur me islamin si fe. Mos mendojmë se na ka me trashëgim, ose na ka ndrar luk që themi. Na s'është në interesu shumë, po kemi qëllu familje muslimane. Jo, islami nuk është shtu, islami është zgjidhje, ti vetë e zgjedh. A kemi vazhdu si musliman, nëse ki ardhë për familjes muslimane, apo s'ki me vazhdu? Kur kush nuk shti me zor, ti vetë përcaktohu. Ama kur të përcaktohesh, atëre për zgjedhja jote e islamit, le të jetë me kënaqësi, që është i kënaqur me atë për zgjedhje. Tjetra është që të kesh vazhdimsi, konzistencë në ato parime, sepse normalisht e curia e jetës herë çon për pjetë, herë çon të poshtë, herë për plasesh, herë domethënë ki presion, herë ki dobësi, po me qenë stoik, me qenë i qëndrueshëm, mos mu dorëzu. Dhe do thot vazhdimisht ballavaqimin tanë me kufrin, me tregu rezistencë edhe refuzim dhe kufrit dhe me kundërshtu ata. Sepse edhe idhtarët e kotës, edhe ata e kanë një trajektore që thuhet, një rrugë që e ndjekin. E para, insistojnë në refuzimin e të vërtetës. Ti i thret, polemizon, argumenton, ata kundërshtojnë. E dyta, tregojnë inat,
sepse kanë fakt argumente, me inat vazhdojnë kufrin e tyre. Tjetra tregojnë mendjemallësi, arrogancë, kanë pushtet, kanë forcë, kanë media, kanë ekonomi, kanë reklam, edhe shfaqen se janë më të mirë, më të suksesshëm, më të dobishëm e kështu me radhë. Mirë po, nëse na insistojmë në vërtetën tonë, megjithëse mund me qenë më të dobët se ata, mund me qenë më të papërgatitur se ata, po sabri jon, rezistenca jon, insistimi jon, urtësia jon, dashamirësia jon, sinqeriteti jon, këto kanë na ndihmu neve shumë për me i detyru ata me pranu të vërtetën tonë. Nëse nuk e pranojnë ata të vërtetën tonë për të bërë si na, s'paku kanë me na respektu. Edhe kjo ndodhi për shembull me luftën e fundit të mujahidave në Gaza. Që këtë bota, megjithëse se ishin qafira, nuk e kuptojnë thellësinë ideologjike të konfliktit, por rezistenca heroike atyre burrave ishte do thot ma gjepse se për ta. Nuk mushin me perceptu si ka mundësi ai popull, këtë populli, për të fëmija i posalinur deri te plaki 70 vjeçar, 90 vjeçar, me qenë aq këmbgulës në sakrificë edhe në gjitha situatat më të vështira me thonë elhamdulillah. Na e falënderojmë Allahun për këtë gjendje. Edhe ishte shkak ajo rezistencë e tyre heroike që shumë jo musliman edhe me pranu islamin. Do thot e ulin kapelën në respekt të asaj sakrifice që në shekullin 21 as kush, as një popull në botë s'ka bo as një lloj sakrifice. Bile ndoshta edhe shekullin 20. E tash, ky heroizëm i tyre nuk ka ardhur vetë ju, s'ka ardhur për qiellit. Ka ardhur nga kjo edukat, të cilën ata e kanë marrë në për xhamiat e tyre, për xhallarëve të tyre. Ka buru nga ky besim i shëndosh i tyre në Allahun subhanahu wa taala dhe në të vërtetën absolute të tyre, për të cilën ata kanë qenë gatshëm me dhonë edhe jetën e tyre. 71.000 të deklaruam që të vram në këtë luftë, Allahu pranoft shehidllëkun e tyre, edhe sot në më thonë u shpall edhe publikisht rënja dëshmor shahid inshallah taala edhe Ebu Ubejdes Hudhaifa Kahlurit, të më thonë njerit prej që është zëdhënës i njohur, që zëri më i dasht i botës përgjithësi miliona njerëzve në fjalimet edhe deklaratat e tija. Megjithëse në 30 gusht kur u shpall sulmin ndaj tij, u përhapën lajme se jo e kanë vrarë, jo se kanë vrarë, po sot domethënë zyrtarisht me 29 dhjetor 2025 u shpall se domethënë Ebu Ubejde është ka ra dëshmor, faktisht e ka fitu atë qëllim për cilin ai ka jetu, që të bie dëshmor e pranohet shehid të Allahu subhanahu wa taala. Dhe normalisht për këta, për palestinezët, kur vjen lajmi i vrasjes së dikujt, ata ndajnë ambëlsira. Na për shembull mërzitemi, edhe na rrjedhin lotët, ata ndajnë ambëlsira. Sepse ata kanë akide, edhe bindje, edhe yakin se vdekja është kalim nga një jetë me një jetë tjetër. Dhe sa ai që bie dëshmor, shkon te Allahu Dhu Xhelal dhe i fiton me automatizëm xhenetin e tij. Edhe atë, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innaha jinan, kur e ka veta e nona ka thonë djali jam ka shkuar në xhenet, ka thonë çka xhenet? Në xhenete. Jo në xhenet, po në xhenete. Edhe andaj këta burra e dhanë një model të jashtëzakonshëm të trimnisë, të heroizmit të tyre. Sa për informatë Ebu Ubejde, Allah e pranoft shehidllëkun e tij, ka qu para vetës gruën e vet edhe fëmijët e vet në ahiret, pas e ka shku edhe ky dhe i ka marrë vesh një djalë Ibrahimi, gjallë domethënë për këtë familjes së tij, për me tregu se këta nuk janë që i djegin tjerët për ta shpëtuar veten. Po ku djegët populli vet, djegën edhe këta.
për të fituar kënaqësinë e Allahut fillimisht, pastaj për ta mbrojtur pragun e shtëpisë të tyre. Janë shembuj që ummeti islam duhet me shikuar me sy të respektit, nderimit, madhërimit dhe nëpërmes shembujve të tyre me ndi veten krenar, që në ummet ka kësi bura të cilët vazhdojnë me dhon shembujt që i ka dhon ummeti islam në fillimin e historisë vet, i ka dhon vazhdimsi gjatë historisë, po edhe në këtë kohë të fundit, këtë shekullin e 15 vazhdon me dhon kësi lloj shembuj të rrallë, të veçantë, që na mbushin neve me krenari, edhe normalisht na japin shpresë se e mira gjithsesi ka marrë këtë ummet inshallah taala. Na me këtë pjesë përfundojmë tek pjesa e ballafaqimit, që të kalojmë në mësimin e ardhshëm inshallah taala tek komploti i popullit Themud, e sidomos asaj paris famkeqe, asaj bande që e mori përsipër ta therrë devën e cila ishte mrekullia e Salihut alayhis salam, dhe nëpërmes kësaj pjese të ballafaqimit arrim ka fundi i ballafaqimit, sepse mas këtij momentit veç afrohet koha dhe ndëshkimit dhe shkatrimit që Allahu i madhreshëm ja çon këtij popullit. Elusim Allahun e madhreshëm që të na jap dijet të dobishme dhe vepra të mira, të na jap sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami, Allahu i madhreshëm na bashkon në xhennetul firdaus me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala Muhammedin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.